siguru do vota për me shtite deputete. Prandaj, zero së në them, sepse me gjithat sartë ju fletë njerëzve, besoj që diçka ndërdijet ty në mbetet, por prapë se prapë ndikimi është i vogël. Është të minor. Ajdari. Vish nuk e mendoj që është i koncentruar dikun si vot, po gjitha partit politike kam pas tendencë për të flirtuar me këtë element, por si që duket vetë Bashkësia Islame ka vendosur të qëndrojnë neutrale në këtë drejtim dhe mirë bën, sepse Kosova është shtet laik, dhe për të kësaj duhet të ketë ndarje të qartë mes aspektit religjioz dhe atij shtetëror, porosi që vinë prej krerëve fetar gjitha religioneve në Kosovë janë të duhura, gjithëherë kanë qenë, prandaj edhe gjithë qytetarët nuk e kanë asnjë dilemë sa i përket diversitetit dhe përqafimit të diversitetit që në Kosovë ka mbretëruar. Polarizimi vjen kryesisht prej politikës dhe pastaj edhe aktorët politik shkojnë atje për tendencë për të marrë votë më shumë ose mbështetje, madje disa edhe kanë tendencë për të shkuar edhe për te fjalëve të krerëve edhe mesazheve që ata japin kryesisht që janë përbashkuese, por e mendoj që nuk është votë e koncentruar dhe kjo është gjë e mirë. Pajtohem këtu me Drenorin që ka pas disa herë tentativa qoftë prej grupeve pak më radikale për të shkuar tutje. Po asnjë nga këto grupe nuk ka arritur të preku vendin e Kosovës dhe të dëshmoj që ka një fuqi mbështetëse në elektorat. Prandaj nuk e mendoj që është shqetësuese, mirë që shkojnë në vizita, mirë që respektohen gjitha bashkësitë fetare në Kosovë, pa diskutim, por megjithatë nuk e mendoj që ka në rol të rëndësishëm në proceset zgjedhore ose që dikush del në zgjedhje për të votuar dikë për shkak të besimit